Edhe godina e ish Akademisë së Marinës nuk i shpëton grabitjes, pavarësisht se një godinë e rënuar dhe pas një funksion prej vitesh, prej saj janë marrë tashme dhe dyert, por edhe dritaret. Madje persona të cilët janë të paidentifikuar janë futur edhe në brendësi të godinës për të marrë prej andej çfarë kanë gjetur. Sot një prej godinave simbolike të historisë së qytetit bregdetar të Vlorës është rënuar e më tepër, pasi në të mungojnë të gjitha dritaret, ndërsa dera kryesore është sajuar duke u vendosur në të copa drasa të kapura me gosht. Degradohet edhe më tepër godina e ish Akademisë së Marinës. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time duket qartë që të gjitha dritaret e saj tashmë janë hequr prej vendit dhe janë vjedhur. Gjithashtu të gjitha orendit, ato pak qëra që mund të gjendeshin në brendësi të kësaj godine janë nxjerrë jashtë saj. Teksa edhe muret, madje të gjitha pjesët e dyerve tashmë janë hequr prej godinës, duke i dhënë një pamje as pak të ishme një prej vendeve më të lakmuara të Vlorës. Nuk dihet ende nëse kjo gjë është bërë për përfitime monetare, po për shkak se kërkohet që kjo godinë të shkatërrohet çdo ditë më tepër, pasi shpesh godina dhe territori përreth kanë qenë pjesë e diskutimeve për të ushqemur e për të ndërtuar aty kulla shumë katëshe. Në brendësi të një prej shkollave më të famshme të Vlorës, që shumë vite më parë kanë nxjerrë breza të tërë detar, nuk ka më asgjë. Nga ana tjetër, qyteti bregdetar i Vlorës, një qytet turistik që çdo gjë ka të lidhur me detin, vijon të mbetet pa një akademi detare. Megjithse ka godinën, Vlora nuk ka një shkollë për të përgatitur detarët e rinj të qytetit.